Pajisja ka qenë këtu? Pajisja në spitalin ton ka ardhur së fundi. Ne patëm një dedikim si spital për të hecur në këtë drejtim, po me Covidin, që ne patëm një goditje të madhe si strukturë shëndetësore, u anashkalua sepse u morë me gjëra më bazike. Sigurisht, normal. Në ato momente askush nuk mendonte për vitin e fundit ne një pajisur me kolon në endoskopie të cilësisë shumë të lartë dhe kemi marrë dhe pajisit e duhura, sepse vërtet hapja është e vogël, por puna duhet bërë një lloj si me dorë, por në rastin konkret duart nuk mund të futen brenda, prandaj ka instrumentat të tillë që quhen steplera ose prerës qepës automatik, që realizojnë atë që do ta bëjë manualisht, e realizon në mënyrë endoskopike brenda. Po është kaq interesante mjekësia, po e bëre me një robot. Besoj që tani ti si kirurg, besoj që ka një shije edhe në procesin e vet ajo pjesa e kirurgjia, fjala kirurgjia e ka nga greqishtja e lashtë, qeri, dorë edhe shkencë e dorës në kirurgji. Po, dashmi është por prap me duar punohet. Nuk e dim kur do kaloj si PlayStation, lajmi i fundit që ka qenë që ishte që bëri goxha buj, ishte interventi heqja e veshkës e kirurgut francez nga Franca në Paris, ndërkohë pacienti ishte në Kinë, nëpërmjet robotit Da Vinci. Po kjo është fantashkencë, akoma dhe nuk e di. Do ta realizojmë në këtë doktor? Po nuk e di, nuk di të them për të gjë, po ajo që di të them që nuk ka një kosto efektivitet real, domethënë. Thënë kjo, domethënë, thjesht futja e atij robotit në kushte sterile në sallën e operacionit ka një kosto të 60.000 euro, vetëm futja e tij, që të jetë i pranishëm aty dhe përdorimi në çdo operacion ka kosto 60.000 euro? Po. Dhe përdorimi i atyre që quhen veglave një përdorimshë ka një kosto që pak rëndësi ka. Pra ky operacioni i kësaj pacientes thua apo i Da Vinci? Po flasim për atë Da Vinci. Kurse në rastin konkret, ky është një operacion që nuk është se është pa kosto, sepse ato steplerat kanë një vlerë, por nëse do të themi koston e tregut, ky operacion po ka lekë shteti janë. Jo, po s'ka lidhje me këtë, nuk diskutoj fare këtë gjë. Ky operacion në përvendet e rajonit, aty ku bëhet, ku pacientët kanë pretenduar ta bënin, është 28-30.000 euro. Këtë e di të sigurt. Kjo, Mund do me thënë që dhe ne jemi tashmë konkurrues në këtë mjekësinë e kryeqendrave, flasim. Kjo është fakt që të gur kilometrik e kemi kapur, e kemi të i kaluar, nuk është një intervent, janë 2 plus interventet të tjera që ndoshta janë Uniport të Lvacës, por që janë intervente prapë endoskopike që janë realizuar me sukses. Kjo është e mirëqëndë, domethënë që ne kemi këtë standard kirurgjie. Nuk e di se çfarë mund të pritet më për të paktën në fushën e kirurgjisë ime për të arritur, por ky standard është pavarësisht mosbesimit të njerëzve që kanë përgjegjësi për mjekësinë, kërkojnë gjithmonë, dhe ky është fenomen që ndodh edhe italianët kanë mosbesim për stafin e tyre që mund ta kenë të shkëlqyer dhe kërkojnë të vënë në Amerikë, apo gjermanët që kërkojnë të vënë në Angli. Domethënë kjo është një gjë që nuk e heqim dot. Por që standardi i kirurgjisë toraksit është në nivele... Kam një pyetje tjetër me që jemi këtu, e kalove në këtë rafsh, nuk do ta çoja unë në këtë rafsh, po do të pyes. Mendojnë që mjekët shqiptar janë bërë pak arrogant për shkak sepse e dinë që tashmë ka një kërkesë shumë të madhe të mjekëve të rinj, të cilët duan të shkojnë jashtë edhe kanë mbetur kështu si këta që